Këtyre që i dhonë shumë zër, këta që i dhonë shumë siklet, gjithmonë merrni me rezervë. Pavarësisht për çfarë fushë mund bisedojmë, qoftë politikë, qoftë fe, qoftë edhe dashuri, e çka do qoftë. Njerëzit që i dhonë shumë zër, gjithmonë është mirë mi analizu pak ma thellë. Këtyneherë, kur kanë nejt njerëzit në për oda, shumë u konë shtirë me dallu patriotin prej shpionit, ose adhetarin prej tradhtarit. Sepse diskursi i bisedës tyne ka qenë i njëjtë, ndonëse se me motivet ndryshme. Adhetari ka pas për qëllim me i motivu njerëzit me dashtë venin dhe, se me thonë, me u mobilizu në proceset saktuara, ndërkaq shpioni i ka nxe për me i qitë ngrack, për me i shti me ful edhe mas dite me i lajmëru në stacionin policor. Po them, kjo nuk ka të bëj veç me një fushë, kjo ka të bëj edhe me këta që i dhonë zër në partije, edhe me këta që i dhonë zër, dhe më thonë, në atë dashuri e ngjajshëm. Po edhe te feja mund t'jetë njëti problem. A dini se cilët njerëz janë potencial për me qenë të rebeluar, për me u zhyt në mëkate, në mënyrë pa kontrolluar dhe pa kurfar ndërgjegje. Janë pikërisht ata që shpesh herë treguhen të ashpër në hollësitë e fesë, që janë shumë strikt, kur ti ndëgjojsh të ful, mushet menja që ky domethënë nuk i shkel as bubrecat, të cilët në diskursin e muhabetit tyne e vështërsojnë jetën, ja vështërsojnë mas pari edhe vetit, po ja u vështërsojnë edhe të tjerëve, gjithmonë duke i përzgjedh gjykimet shumë strikte, le të themi edhe arbitrare shpeshherë. Këta njerëz kryesisht jetojnë si masparimit tha filani, tha fisteku, sepse është një farë mentaliteti kur i dhonë përparësi fjalët dietarëve shpeshherë edhe ndaj fjalëve të Zotit, edhe ndaj fjalëve të pejgamberit alayhis salam. Thjesht krejt feja është tha ai, tha ky. Pejgamberi alayhis salam në një farë forme na ka paralajmëru për këtë lloj mentaliteti që i tilli edhe hyn fe tu i dhon zor, po edhe del shpejt prej feje. Të tillët mund të dalin nga feja ashtu sikur del shigjeta nga harku i saj. Citat profetik na jep një kuptim shumë thellë për kitazi me fetarin, rigoroziteti formal, qenurit strikt në formë, nëse nuk shoqërohet me kuptim të thellë etik dhe shpirtëror e moral, mund të bëhet shkak për një farë kundërveprimit brendshëm dhe për një farë devijimi moral.